si qeveriset një vend me 1.4 miliard banor, cilat masa kanë kontribuar në realizimin e mrekullisë së zhvillimit të Kinës, dhe të njihemi së bashku me njërin prej tyre nga më të rëndësishmet, plani 5 vjeçar. Përshëndetje, jam Zana. Plani 5 vjeçar është një program që formulohet në çdo 5 vjet. Ai përcaktohet objektivat, detyrat dhe drejtimet e politikave për zhvillimin e vendit në 5 vjet. Që nga viti 1953, Kina ka formuluar dhe zbatuar 14 plane 5 vjeçare. Gjatë kësaj periudhe, vendi përfundoi procesin e industrializimit, u bë ekonomia e dytë në botë. Lidhur me rolin e plani 5 vjeçar në këtë proces, Nobelisti në ekonomi Michael Spence tha se përvoja e Kinës në formulimin dhe zbatimin e plani 5 vjeçar ja vlen të mësohet nga vendet perëndimore. Ndërsa Banka Botërore ka vlerësuar se plani, që kombinon vendosmërinë strategjike me fleksibilitetin e politikave, është një model referimi edhe për vendet në zhvillim në fusha si ula e varfërisë dhe infrastruktura. Megjithatë, çdo vend të bën planin e vet të zhvillimit. Po çfarë ndryshimesh ka plani 5 vjeçar i Kinës? Sipas mendimit tim, koherenca dhe zbatueshmëria janë dy ndryshimet më të rëndësishme. Lidhur me qëndrueshmërinë ose koherencën, në shumë vende, për shkak të ndërrimit të partive në pushtet, autoritetet të reja shpesh përmbysin politikat e qeverisë së mëparshme, pavarësisht nëse plani përmban apo jo masat përshtatshme. Ndërsa plani 5 vjeçar i Kinës ka përcjell mandatet, domethënë një plan mund të bashkojë 2 leadershipe. Pas miratimit, qeveria pasardhëse do vazhdojë të çojë përpara realizimin e objektivave të paracaktuara. Por Kina është një vend gjigant i cili ka ndryshime të mëdha midis krahinave të ndryshme. Si të realizohet zbatueshmëria, se kredi fshihet në procesin e hartimit. Nga ana teknike, formulimi i një plani 5 vjeçar kërkon 10 hapa dhe zgjat 3 vjet. Hapat kryesore përfshin kërkimet brenda 1 deri 2 viteve për të përcaktuar kornizën e çështjeve kryesore. Leadershipi partijak paraqet sugjerimet. Qeveria qendrore integron mendimet e parlamenteve shtetërore, qeverive lokale dhe të ekspertëve për të formuar një draft dhe më pas do të bëhen shumë raunde rishikimi pas konsultimeve me parti të tjera politike dhe marrjen parasysh të opinioneve publike të mbledhura. Më në fund, shqyrtohet dhe miratohet nga organi suprem ligjbënës me votim të deputetëve. Kështu që mund të shohim se procesi ose formulimi i plani 5 vjeçar është një projekt kompleks, duke kombinuar pritshmëri publike, mendimet e ekspertëve, si dhe duke kalluar procedura të repta qeverisëse dhe ligjvënëse. Për shembull, në të marrin pjesë jo vetëm ekspertë kinezë, por edhe të ftuar nga organizata ndërkombëtare si Banka Botërore dhe FMN-ja për të prezantuar përvoja globale dhe trendet ndërkombëtare të zhvillimit në dritën e kushteve kombëtare të Kinës. Temat që paraqiten në planin e fundit 5 vjeçar si neutralizimi i karbonit, inteligjenca artificiale e tjera brojnë nga kontributet e ekspertëve. Gjithashtu do të ngrihen edhe komitete këshillmore interdisiplinore që përbëhet nga ekonomistë, shkencëtarë, sociologë, ekologjistë e tjera për të zhvilluar raunde të shumta argumentimi mbi draftin, për të siguruar fizibilitetin teknik si dhe parandalimin dhe kontrollin e rrezikut. Për shembull, 13.5% ulljen e konsumit të energjisë për çdo njësi të PPP-s është përfshirë në planin e 14 5 vjeçar pas disa llogaritjeve serioze, duke marrë parasysh të gjithë faktorët të mundshëm për të garantuar një ekuilibër midis rritjes ekonomike dhe transformimit të gjerpër. Ndërsa për mbledhjen e opinioneve publike, vendi do të organizojë institucione si biroja statistikave të kryejnë anketa të gjera sociale për të analizuar kërkesa kryesore të publikut në fusha si arsimi, kujtesi mjekësor, punësimi dhe mbrojtja e mjedisit e tjera. Gjithashtu, deputetet në nivelet ndryshme do të organizojnë takime në lagje për të mbledhur mendime në terren, do krijohen edhe kanale në media dhe platforma elektronike qeveritare. Në të njëjtën kohë, teknologjia e të dhënave të mëdha përdoret për të analizuar mesazhet e dhëna nga përdoruesit e internetit, duke përgjithësuar fjalët kyçe që përmenden më shpesh për të identifikuar problemet. Për shembull,
Gjatë formullimit të planit të 14-5 vjeçar u përfshi realizimi i 70% të ripurësimeve ndërrajonale të shpenzimeve mjekësore, pasi banorët ankoheshin për vështirësinë e ripurësimit jashtë rajonit ku paguanin sigurimet. Pra, kjo është një ndër sekretet e qeverisë së Kinës, një plan që hartohet në çdo 5 vjet, i cili është koherent dhe zbadueshëm. Që nga 20 maj në platformat elektronike të 5 media kryesore të Kinës, duke përfshirë faqe internetit, aplikacionet, si dhe llogaritë në rrjete sociale, kanë hapur sektor të posaçëm për të mbledhur sugjerimet e përdoruesve të internetit. Jeni mirë pritur të linjë dhe mesazhet, duke dhënë kontributet tuaja të vlefshme për zhvillimin e Kinës dhe gjithë botës.